Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Europa mund të përballet me javë më vdekjeprurëse me një tjetër valë të nxehtë intensive që po formohet mbi Atlantik. Temperaturat në Portugali dhe Spanjë Jugoore pritet të rriten në 43 gradë Celsius në ditë në vijim. Drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Hans Kluge, zhvilloi një telefonat emergjente të hënën me përfaqësues nga 41 vende të rajonit, Komisionin Evropian dhe grupet e shoqërisë civile për të diskutuar mësimet nga vala e fundit e të nxehtit dhe përgatitjet për atë të radhës. Kluge tha në një deklaratë se vendet me plan e veprimi për shëndetin me nxehtësinë reaguan më shpejt dhe mbrojtën më mirë popullsinë e tyre gjatë valës të nxehtit të qershorit. Megjithatë, ai tha se më pak se gjysma e shteteve anëtare europiane të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kishin një plan të tillë në vend. Ekspertët kanë thënë se vala e të nxehtit e 20 deri në 28 qershor ishte më e rënda e regjistruar në Europë, duke shkaktuar ndërprerje në prodhimin e energjisë, duke dëmtuar infrastrukturën dhe duke mbigarkuar sistemet e kujdesit shëndetësor. Nxehtësia ekstreme pothuajse me siguri u shkaktua nga ndryshimet klimatike, thanë shkencëtarët. Franca, Holanda dhe Belgjika regjistruan 3700 vdekje, me autoritetet që paralajmërojnë se numrat janë para prag dhe mund të rriten. Temperaturat arritën 40 gradë Celsius në disa pjesë të Europës gjatë valës së nxehtit. Kluge tha se banorët e azileve të kujdesit, personat e pastret, të moshuarit e izoluar, ende nuk po arriheshin në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë Europën. Sipas Kluge, puna tashmë është në dy fronte, duke rregulluar atë që dështojnë një javë e fundit para se të godasë vala e ardhshme të nxehtit dhe duke ndërtuar llojin e sistemeve shëndetësore, që jo vetëm i përgjigjen nxehtësisë ekstreme, por janë të gatshme për të.